Atëherë ministër, keni njohur kundërshtarin Bate Borisov, si ju duket shorti? Po, shorti ishte shumë interesant edhe ishin 5 skuadra shumë e fortë. Ishte Bate Borisov, ishte Zira, ishte emrat shumë e fortë. Tani do presim pak, nuk mund të komentoj shumë sepse nuk i di shumë gjërat nga për Bate, por nga sot do fillojmë, do mendojmë edhe për Bate, çfarë mund do kapim info, sepse Bate filloi kampionati. Luaj 11 ndeshje dhe jam sigur do kapim shumë info përpara në ndeshje parë. Sa shanse jepni tani Elbasanit për të kualifikuar duke njohur kundërshtarin? Tani shumë vështirë të them shanse sepse nuk mund të flasim për shanse, kemi 2 ndeshje, data 9 dhe data 16, në ndeshje pari kemi tu në Elbasan. Do shohim, do mendojmë, tani ne jemi përqendruar për faza, edhe pastaj do shta në data 9, apo mas në ndeshje mund të flasim me shumë, por për shansi nuk mund të them asnjë gjë sepse edhe një herë Bate ka një emër mirë, ka tradita, por neve kemi një besim i madh, kemi një motiv tjetër, sepse Europa është një tjetër niveli për ne, është bukur, edhe jam sigur neve do bëjmë gati për një luftë, edhe për një shansi do provojmë, do kallojmë turi parë. Flasim pak për merkaton, ka pasur disa largime, sa ju shqetësojnë këto largime? Po, tani për merkato kemi largimet patjetër, edhe kjo nuk është shumë e mirë për ne, por kemi edhe deri tani 4-5 lojtarë firmos me ne, edhe plus jam sigur edhe unë e di, direktorët bashkë me gjithë nga klubit punojnë shumë e fort, do plotësojmë grupit. Kjo është situata edhe kam besim do bëjmë një grup shumë e fort. Shpresoni ta keni grupin të plot përpara ndeshjeve të Europës se për këtë merkatos. Unë mendoj po, tani nuk mund të flasim sepse juve di, futbolli gjërat shkojnë shumë e shpejt, por mendoj po, sepse deri data 9 kemi kohë, por patjetër edhe kemi nevojë do reagojmë pak më shpejt. Kam shpresa, por do presim pak.